Biden. Po, pata privilegjin të isha me presidentin Trump në ditën e themelimit të bordit të paqes dhe i thash diçka që e kam shumë për zemër dhe ka të bëjë me drejtësinë ndërkombëtare dhe konkretisht me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë që është krijuar mbështetur në një raport fantazish i sponsorizuar nga rusët, nga delegacioni i Vladimir Putinit në Këshillin e Europës, që mbështeste një mocion për të hetuar të ashtu quajturat krimet ushtrisë qytetare të Kosovës dhe specifikisht trafikim të organeve njerëzore. Gjykata u ngrit për ta kthyer këtë raport fantazish në një proces kundër udhëheqësve dhe morën nga zyra një president që ishte aktiv në detyrë dhe e sollën në Hag dhe e burgosën përpara një akuze zyrtare. Dhe kryetarin e parlamentit po ashtu. Dhe më pas i gjithë procesi u kthye në diçka krejt tjetër, pra nuk ishte ndodhur asnjë trafikim i organeve njerëzore dhe praktikisht akuzohen se kanë udhëhequr rebelimin kundër pushtuesve dhe që kanë bashkëpunuar me NATO-n. Ky është thelbi praktikisht. I thash presidentit Trump që kjo është diçka të cilën ai duhet ta di dhe me shpresë tek e cila mund të ndërhyjë. A keni marrë ndonjë përgjigje? Nuk më ka informuar ende. Po ka qenë shumë i zënë Mahamandja. Mirë.